Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takomni në këtë ditë të bekuar në muajt madhreshëm Ramazan, në emisionin ton dhe tuajin të lexojmë së bashku. Ju presim të dashurit e mi, duke qenë se sot është ditë fundjavë, ditë e shtune, ju presim një fluks pak më të madh të telefonuesve që të lexojmë së bashku. Pjesa që i përket hoxhës për të lexuar sot është faqja 425. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Të dashurit e mi, këto ishin ajetet prej 51 deri 54 të surës Ahzab, që parafërsisht kanë këtë përmbajtje. Ti je i lirë të lëshosh atë që dën prej tyre dhe të mbash pranë vete atë që dën, e edhe të kërkosh afrimin e asaj nga e cila ke qenë larguar dhe nuk ke mëkat në këtë. Kjo është më së afërmi që ato të qetësohen shpirtërisht e të mos brengosen dhe të jenë të kënaqura me atë që ti u ofron të gjitha atyre. Allahu e din se çka mban ju në zemrat tuaja, Allahu është më i dishmi, Allahu është më i buti. Prej tash e pas, ty nuk të lejohen më gratë të tjera, as në vend të tyre të marrësh ndonjë tjetër, po edhe si kur të mahnit bukuria atyre, përveç atyre që i ke në posedim
robreshat. Allahu është përcjellës ndaj çdo sendi. O ju që besuat, mos hyni në shtëpinë e pejgamberit ndryshe vetëm nëse u lejohet për ndonjë ngrënie të ushqimit e duke mos pritur përgatitjen e atij ushqimi, por kur të thirreni, atëherë hyni, e kur të jeni ushqyer, atëherë shpërndahuni, duke mos hyrë në bisedë njëri me tjetrin. Vërtet, këto pritja, qëndrimi dhe bisedat e mundojnë pejgamberin, por ai turprohet prej jush. Allahu nuk turprohet prej të vërtetës. E kur kërkoni prej tyre, prej grave të pejgamberit a.s. ndonjë send, atë kërkoni pas perdës. Kjo është më pastër për zemrat tuaja dhe për zemrat e tyre. Juve nuk u takon ta mundoni të dërguarin e Allahut e as të martoni kurrë me gratë e tij pas vdekjes së tij. Këto janë tek Allahu mëkat i madh, sepse çdo grua e pejgamberit a.s. bart në vete epitetin nën e besimtarve musliman. Prandaj nuk ka mundësi që të jetë e lejuar që njeriu të martohet me nënën e tij. Dhe përfundon Allahu këtë faqe me ajetin 54 duke na thënë: e shprehet ju haptazi apo fshehtazi ndonjë send, s'ka dyshim se Allahu di për çdo gjë. Këto ishin kuptimet e përafërta të këtij leximi që po sa bëm bashkë me ju. Të dashurit e mi, nga ky lexim kthehemi dhe u alëm radhën juve që të na lexoni atë që keni përzgjedh për ditën e sotshme. Presim nga regjia të na bëjmë dije nëse kemi një telefonat. Po, kemi telefonat. Alo, kujt i themi? Aleikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Humejda nga Klina. Humejda, mirë se erdhe. Mirë se dita. Humejda, çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Duha. Fillo të lutem një herë. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wad-duha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah shumë blef, faleminderit shumë Humejda. A bë më lexo dhe motra? Po, me shumë kënaqësi. Alo? Alo? Emrin të lutem? Sumeja nga Klina. Sumeja, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Çka ke përzgjedh me lexu sot me ne? Unë sot e përzgjedh surën Qadr, se të shpresoj se të arritëm në natën e fundit, natën e Qadrit. Allah na mundësoft me mbri natën e Kadrit me adhurime drejtuar Allah xhalla shanuhu, dhe ato adhurime, ato ibadete, ato namaz, ato lexime të Kuranit, Allah të na i pranon ya Rabbi. Fillo të lutem. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Të lumt. Faleminderit shumë. A bëni me motra? E treta, po, patjetër. Mashallah. Selam aleikum. Aleikum salam. Si quhesh? Rumejsa. Rumejsa. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Kausar. Fillo të lutem.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Të lumt, faleminderit shumë. Ju dëshirojmë. Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahumma barik, po gjithsesi. Mashallah. Alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum salam, emrin të lutëm? Hamza. Edhe njëherë? Hamza? Hamza. Po, qa ke përzjedh Hamza me lexu sot me ne? Disa ajete të surës Ali Imran. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allahu ju shpërblef, faleminderit shumë. Lum për prindrit tuaj me 4 fëmijë të cilët lexojnë Kur'an gjithë secili më mirë se tjetri. Është hadithi pejgamberit alayhis salam, ju do të bëni kuror për prindrit tuaj në ditën e gjykimit që do të rrezon më shumë, do të ndriçon më shumë se sa dielli i kësaj bote. Allah ju rujt dhe ju bëft shembull të mirë dhe ju rrit dhe ju mbajt në mirësitë e tij ya Rabbi. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm dhe ju presim edhe ditëve të tjera të na telefononi që të na kënaqni siç na kënaqet sot. Ndërkohë të dashurit e mi, në nismë shumë mbar në këtë ditë fundjavë, në ditë e shtunë, por edhe ditë me qujtë ashtu në 10 netëshin e fundit mujt madhërishëm Ramazan. Presim telefonusit tjerë. Alo? Alo? Salamu alaikum. Nuk e di nëse na dëgjon telefonusi. Alo? Alo? Salamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum salam, mirë se erdhe. Se u gjeta. Kush na telefonon? Era nga Shtimja. Era, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Çka ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Takathur. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. ألحقكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين لا تسألون يومئذ عن النعيم. Të lumt era, faleminderit shumë. Allahu të rujtë të shpërbleft. Faleminderit, të presim edhe ditëve tjera që të na telefonosh dhe të ndash me ne leximin tënd. Të dashur të mi, vazhdojmë duke pritur telefonatat tuaja. Alo, kujt i themi? Alo? Selamu alaikum. Alo. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Aurta Feza. Nga Fush Kosova. Sot. Çka ke përzgjedhur Aurta? Elhamin. Të lumt, fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Të lumta Orta, faleminderit shumë. Të presim në ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Vazhdojmë të dashurit e mi, kështu duke pritur dhe përcjellur leximet tuaja dhe telefonatat tuaja. Në vazhdim e bëjmë një shkëputje për ta prezantuar mysafirin e sotshëm, mysafiri i parë për sot, ai është Jusufi. Jusuf, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Çka ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Kom përgjedhur me lexu 3 ajetet e fundit të surës Hashr. Fillot lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Mashallah. Sen klasi e Jusuf? 4. Sa vjeçar? 10. 10, mashallah. Qysh ke mësuar këto ajete? I kam mësuar me mamin. Shumë bukur tu, përsërit, bravo, shumë bukur. Përveç këtyre ti din edhe tjera ajete, din edhe sure tjera të Kur'anit. A të vjen vështirë me mësu Kur'an përmendsh? Po nuk është në gjuhën shqipe. Ka lidhje. S'ka lidhje, domethënë kur e ki interesimin, kur e bën punën, domethënë ta leton Zoti apo? Po. Shumë bukur. A të vjen vështirë me mësu Kur'an kur ki shumë punë të shkolla, detyra, vjersha? Jo. Domethënë kur e doni diçka nuk është e vështirë apo? Po. Të lumt, faleminderit shumë. Allah të rujtet shpërbleft, mashallah. Shumë bukur, na ke kënaqur, faleminderit. Të dashurët e mi, kthehemi sërish tek ju, pas Jusufit tek telefonuesit tan. Presim që të na telefonon telefonuesi i radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Unë jam Esma nga Gjilani. Esma, mirë se erdhe. Qa ke përzgjedhur për sot, Esma? Si duket ka probleme me linjen? Regjia, lutem, nëse mund vazhdojmë me këtë telefonat, apo të marrim telefonatën tjetër. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Alo? Unë jam Fahrije Muslior. Po? Dhe jetoj në Prishtinë. Mirë se erdhe. Çka ke Si përzgjedhur? ju gjeta? Çka ke përzgjedhur për sot me lexu me ne? Surjen El Mesad. Fillot lutem. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي وهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Të lumë, faleminderit shumë. Allah të rujtë është përbleft. Të presim në ditëve tjera të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Vlera nga Porti Madh. Vlera, çka ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Surën tim. Edhe një herë? Surën tim. Fillot lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين لقد هلكنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Të lumë Lera, faleminderit shumë. Allah të rujt. Të presim me ditëve tjera të na telefonosh. Vazhdojmë kështu me telefonusin e radhës. Alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Sara, Sara nga na telefonon? nga Prishtina. Qa ke përzgjedh Sara për sot me lexu me ne? Surën Fatiha. Fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mashallah Sara, shumë bukur. A mune se dhe vlog jam? Po, por para se të kalojmë të vlla, po të pyeti çysh e ke mësuar elhamdulillahin? E kom su me mamen. Mashallah, shumë bukur e ke thonë, faleminderit shumë. Vazhdo të lutëm sa sure tjera dhe na telefonon sërish. Na kalo vllon telefon? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam e nisi nga Prishtina. Mirë se erdhe nis. Unë kam me përgjith surën Nas. Po, fillat lutëm. Kul a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumt, faleminderit shumë nis. Ju presim edhe ditëve të tjera të na telefononi dhe të lexoni bashkë me ne. Sara dhe Enis, iftar të këndshëm. Vazhdojmë duke ju pritur juve të dashurit e mi që të lexoni bashkë me ne. Alo, kujt i themi? Alo? Aleikum selam. A mund të ofrosh tek telefoni pak më shumë të lutem? Emrin të lutem? Loris. A mund të afrosh tek telefoni pak më shumë se? Po, Loresa jam. Unë jam Loresa. Filla të lutem. Loresa. Mirë se erdhe. Qa ke përzgjedhur sot me lexu me ne? Unë po du me fol dof. E tash po dëgjosh mirë. Nga na paraqitesh Loresa? Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Të lumt. Nga na lajmërosh? Nga Gjermania nga? Faleminderit shumë Loresa, të presim edhe ditëve të tjera. Vazhdojmë të dashurit e mi kështu me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Alo. Selamu alaikum. Aleikum selam. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Kush na telefonon? Abdurrahmani nga Skënderoji. Qa ke përzgjedhur për sot Abdurrahman? Unë kom përzgjedhur me tho Idha Gja. Fillat lutëm. Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Të lumt Abdurrahman, faleminderit shumë.
Të presim me ditëve të tjera. Aleikum salam wa rahmetullah. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Nëse nuk kemi telefonues, bëjmë një shkëputje me ju të dashurit e mi për ta prezantuar mysafirin e dytë për sot. E këtu me mua në studio është një djalë me emrin Enis. Nis, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Çka ke përgjedh sot me lexu me ne? Kam përgjedh me lexu surën Wad-Duha. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wad-Duha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Të lumë, mashallah, shumë bukur. E nësë qështë e ke mësu qëtë sure? Unë e kam mësu, momi ma zgjedhi këtë sure, ma si suret e shkurta, këto suret që përmendën shpesh, unë i kam më lehtë mi ditë, mi lexu, edhe momi ma zgjedhi qëton, edhe tani me pas e më mësuva. letë me bravo, të lumë, të faleminderit shumë. Po të vjen vështirë me mësu? Jo, nuk është e vështirë. Bukur. E mbi emrin që ki? Roma. Në thu emrin edhe mbi emrin të plot? Enis Roma. Enis Roma. Inshallah bosh hoxhi mirë edhe do bishëm sikur hoxha Enis Roma. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Bukur, të dashurit e mi, pas Enis Romës kthehemi tek ju. Presim se kush po na telefonon. Alo? 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 Mirë se na erdhe? Mirë se jo gjitha. Kush na telefonon dhe nga na telefonon? Mara. E Mara, fillo të lutëm, qa ke planifiku sot me lexu, fillo me njëherë. Ma unë. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Të lumë të Mara, faleminderit shumë, Allah të adhash të mbarën, të presim e ditëve tjerat, na telefonash dhe të lexosh bashkë me ne. Vazhdojmë të dashurit e mi, duke ju pritur që të na telefononi. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Merva nga Shkupi. Merva nga Shkupi, mirë se na erdhe Merva. Mirë se ju gjeta. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Wad-Duha. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wad-Duha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
Merë vallat shpërble, faleminderit shumë, po na mungon, na telefono më shpesh. Po se s'm pezo lidhjen. Allah e të rujtë e shpërble, faleminderit shumë, të urojmë iftar të këndshëm dhe të Amin, presim ditëve të tjera. Vazhdojmë të dashurit e mi me telefonusit e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Alo. Jam ti gati. Ndalja zërin televizorit të lutëm në mënyrë që të mund të vazhdojmë bashkë bisedimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Të lumt, Allah shpërbleft. Emrin nuk në the? Stina jam. Edhe njerë? Stina. Allahu të shpërbleft. Faleminderit shumë. Të presim me ditëve tjera. Selam aleikum. Aleikum selam, mashallah. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Anela Tahiraj. Mirë se erdhe. Nga na telefonon? Alo? Alo. Qa ke planifiku me lexu sot me ne? Kulaudhuzën. Fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kulaudhu birabbin nas, malikin nas, elin nas, ve sharril vesvesil nas, alladhi yaveswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Min al-jinnati wan nas. Bravo, faleminderit shumë. Allah të rritë e shpërbleft. Të presim edhe ditëve tjera. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Selam alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Mirin nga Prishtina. Qa ke përzgjedh për sot me lexu me ne? Dure. Fatja. Fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt, faleminderit shumë Amer. Të presim edhe ditëve tjera. Të na telefon. Po me shumë kënaqësi. Alo? Selam alaikum. Aleikum selam. Emrin të lutem? Ema. Ema, qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Sura Naum. Cilën sure? Naum. Fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يردك عن المسكين فليل للمصلين الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ويمنعون الماعون. Bravo, faleminderit shumë. Allah të shpërbleft. Shumë faleminderit, të presim në ditëve tjera të na telefonosh. Vazhdojmë kështu me telefonusin tjetër. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Jam Arnori nga Fushë Kosova. Arbnor, qa ke përzgjedh për sot me lexu me ne? Kom përgjigje sot Kuluudha Berbe Nas. Hajde, fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluudha Berbe Nas, Malikin Nas, الذين والناس الذي صدر الناس من الجنة والناس. Shumë bukur, Arbnar, faleminderit shumë që na ke telefonu, por krahas mësimit ndëgjoj edhe një lexues të Kur'anit që zonën e pasket bukur edhe me mësu surën bukur edhe bot shumë bukur pastaj. Faleminderit. Allah të rritë e shpërbleft. Përzgjedhën njërin prej lexuesve të Kur'anit. Unë ja propozoj nxënësave të mi Husarin ose Abdus Samedin, këta janë më të gatshëm edhe i shqiptojnë shkronjat më mirë. Por ka tash, alhamdulillah, me qindra lexues të Kur'anit. Të presim edhe ditëve tjera. Allah të rritë. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Amina.
Nga na telefonon Amina? Nga Finlanda. Nga Finlanda. Mirë se erdha Amina. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? El-Fatihan. Fillo të lutem. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Të lumt Amina, faleminderit shumë, Allah të rujtë dhe të shpërbleft, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve të tjera të na telefonosh. Ndërkohë, Amina ishte edhe telefonusja jon e fundit për sot. Të dashurët e mi, para se të përmbyllim këtë emision, kthehemi në studio edhe njëherë të përmbyllim muhabetin edhe bisedat tona me djemtë më të bukurit edhe më të mirët që janë Jusufi dhe Enisi. Jusuf, çfarë mesazhi do t'i jepje shokëve tu dhe djemëve të tjerë të cilët ndoshta mendojnë se është e vështirë me mësu për fe, sepse ju pengon të shkolla? Nëse bëjmë përsëritje, nuk është e vështirë? Nëse bëjmë përsëritje, nuk është e vështirë dhe kur të keni kohë, mëndohuni të i mësoni shkronjat e Kuranit. Të lumt, Allah të shpërblej, faleminderit shumë. Enis Rama, çfarë mesazhi kemi ju dhënë? Mesazhi që kemi ja u dhënë është se mundoheni më lexu sa më shumë Kur'an në çdo 10 ditët e fundit të Ramazanit, që të keni më shumë sevape edhe të jeni më mirë, të lexoni më mirë Kur'an. Allah të rujtë të shpërblej. Faleminderit shumë me këto dy mesazhe kaq të bukura. Të dashurit e mi, kjo ishte e tëra për emisionin e sotshëm. Bashkë ju presim nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, por me mysafirët të tjerë. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm, agjerim dhe vepra të pranuara. Ju lëm në amanet Allahut madhërisëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.